Zoti janë vërtet shumë mirënjohës dhe ne të gjithë jemi shumë mirënjohës për angazhimin tuaj dhe për vizitën tuaj. Për vizitën tuaj të dytë në një kohë mjaft të shkurtër. Kjo na mbush zemra. Dhe duhet të punojmë me veten tonë për ta kuptuar që nuk do të jetë kaq e zakonshme që të kemi vizitë të presidentit çdo 18 muaj. Por do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Faleminderit. Monsieur le Premier ministre Cheredi, mesdames, messieurs les ministres. Zoti kryeministër i dashur Edi, zonja ministra, zonja ambasadore, zoti ambasador, zoti. Faleminderit zoti kryeministër për pritjen tuaj të ngrohtë të djeshme. Si dia dhe sot. Është një lumturi e madhe për mua të jem përsëri këtu. Një vit e gjysmë pas vizitës sime të vjeshtës 2023 dhe pas vizitës suaj në Paris në 2024. Ministrat tanë janë gjithashtu takuar në njërën anë dhe në tjetrën për këtë agenda me këtë intensitet të paparë. Vjeshta 2024 kishte 110 vjet pa vizita presidenti. Dua të filloj këtu për duke u falendëruar për rizgjedhjen tuaj, për besimin që morët, që është e rëndësishme për ju dhe për ne të gjithë, sepse është ky mandat që do na lejojë të vazhdojmë këtë agenda kaq ambicioze të dëshiruar nga vendi që për kaq vjetësh. Dhe ju falenderoj për organizimin e CPS, që është samiti i parë i bërë në rajonin e Ballkanit. Faleminderit për këtë, për pritjen tuaj, si dhe për vazhdimin që do bëjmë së bashku. Ju e thatë që marrëdhënia jonë e dyanshme është e strukturuar ndërmjet disa ambicjeve, së pari, sepse në vjeshtën e 2024-s filluam dhe po merr formë në të vërtetë ne kemi vendosur së bashku në atë moment për një politikë inovacioni dhe bashkëpunimi të shtrënguar. Jam shumë i lumtur që pash promocionin e parë të shkollës 42, marrëveshjen për Green Eye shqiptare, e mbështetur nga Franca, që është një nga akset e rëndësishëm të këtij partneriteti. Dhe ajo që ishte vendosur në vjeshtën e 2023-shit u bë fakt. Shkolla 42 është një realitet, promocionet e para kanë filluar dhe ne mundohemi të transformojmë gjërat krahasues. Në të njëjtën mënyrë ne kemi vendosur për liceun francez të Korçës, gjithçka ishte vendosur është bërë, studimi paraprak është bërë, ne do vazhdojmë ta përshpejtojmë. Bashkëpunimi universitar, partneriteti ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Teknologjik të Kompjenjës po bëhet realitet dhe avancon. Më vonë vendosëm në prill të 2024 kur erdhët në kornizën e referencës në fushën ekonomike, projekti prioritar, menaxhimi i ujit, turizmi, bujqësia, me shumë aktorë francezë që më kanë shoqëruar ka një vit e gjysmë.